Me mbrëma mish në alarmit nuk ishim se si të mungonim edhe për puntatën e sotme. Se më shkiti dora. Me gjitha ato hallë e shqetësime që ka njerëzit. Më ngrinë cikë se ka ngrinë diçka. Një sekundë zemër qëndratë. Urdo. Tani nuk mund ta bëj dot përkimin live, sepse shfrytëzoj Të postin fusin një insert si të shpëtoj? Jo, Armir busqesh dhe impostohu si e para kamerave. Nuk e mbaj dot dhimbjen. Nuk e mbaj dot dhimbjen, miqdëruar. Dhe kjo fizika nuk është asgjë, kalon. Po kalon si era me shi, sa mi mbrëma ne? Po, tha mi mbrëma Po kjo të thashun, isha që i sjellshëm apo? Ja. Nuk isha? Ma more këta. Po nuk e dora do të më dhimbte shpirti më shumë se Messi, ditët që ti ke ngritur dhe ulur këtë gjë. O dritë. O yll, e lë me kaq. Mos ka për të marrë nesër keq. S'postoha ndaj Armir, bëjmë sikur s'njemi, Miqtë alarmit vazhdojmë me një program me gënjeshtra, të thoshte Grushka Bashi. Mirë pra. E lërë, këto intimitete kemi kaluar, nuk kemi mosh ne. Këta edhe mundet, ne a debat. Ja, mos e Do të flasim për një letër që më çon një miku im nga shumë larg, nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Më thot, i dashur Armir thot, po të nis letrën, dhe kjo është letra, që presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Barack Obama, i ka nisur çdo punonjësit të qeverisë amerikane, që u prek nga jo shutdown i qeverisë. Ja ku thot, Washington, sipër, data, vazhdon me firma e zotit Obama. Besoj kaq mjafton. Është një letër që i ka shkuar çdo në punësit Shtetit Amerikan, që në 2 javë gjysmë, i thot zoti Obama, ose keni vuajtur, thot, duke ndëjtur në shtëpi, duke mos marrë pagën dhe me frustrimin e të papunit, ose keni punuar pa lek, thot. Dhe pastaj thot se sa i rëndësishëm është roli i administratës. Juve thot mbroni atë dheun, thot, juve dhe ajrin që është, ju e mbroni mbani të pastër, thot, dhe një shumë të rëndësishëm për Shtetin Amerikan, me pak fjalë, në mungesë të ambasadorit amerikan këtë punë, po e bëj unë sot, se që kur iku zoti Arvizuna ka ngelur një fëlluc këbosh këtu, a i dilte po aq sa zoti Berisha, shpresojmë që aq popullor të jetë ky tjetri. Vendin e tij për momentin e ka zënë zoti Sekuj. Në oraret që dilte zoti Berisha, kemi për ditë zotin Sekuj. Mirë. Dhe kjo letër, o të nderuar, populli i alarmit, shqiptar domethënë, mbyllet ata prej nesh që kanë privilegjin t'i shërbejnë këti vëndi, mbase vinë nga partitë të ndryshme. Por mbi të gjitha, jemi së pari Amerikanë. Dhe të mendosh që këtë letër mua ma nisi shqiptar. A i së pari është shqiptar, fletë shqip, ka vetë në Amerikë, punon, i shërbejnë qeverisë amerikane, dhe presidenti Shtetet Bashkuara të Amerikës, thot, së pari jemi Amerikane, thot t'i zotris, dhe të gjithëve që ka quar këtë letër, sepse Amerika, për ty që se di, është i përbërë nga nacionalitetet të ndryshme. Vërtet? Po si? Aty jetojnë? Edhe indianët. Indianë kanë qenë të parët. Sepse thonë indianë lëkurkuq, unë ka menduar gjithmonë se dinin herët në plazhe dhe rinin gjatë. Jo. Lëkurkuq, sepse lëkurkuq janë, e kanë qenë të parët shkretet, po s'ka gjë. Ata ishin si tironësit këtu. Po, tamam. Indianët e Amerikës kanë qenë si tironësit këtu. Tani, kam posot një letër tjetër. Sa e bukur. Kjo letër, miqnderuar, kjo vjen nga administrata shqiptare, QSUT, që mban emrin e nderuar, jo dave këtu, Nënë Tereza. Hop, ule dhe pak, edhe pak, ule, nuk ulet më. Ska gjatë, mirë, po ngre unë këtë, nëna lëre, të nëna. Po ngre unë nënën. Urdhroni. Dhe vula thot, qëmë dhe spitalore universitare Nënë Tereza. Ska gjatë. Një sekund. Armir, më respekt për nënën se... Më qalo ka diçka në emision sot. Nga ka bërë kërë. Dhe thot, njoftim për zgjidhje të kontratës së punës. Baza ligjore, në 143, 144, e vijues, me fjalë edhe qa ka kodin brapa, një 20 faqe tjera, i ligjit ka që aqë kodi punës, i ndryshuar. Statuti qendrës spitalore universitare Nënë Tereza. Këtu, thot, dhe pastaj thot, ju njoftojmë, se dëshirojmë, thot, një fjallë e ka si, nuk është urdhër, por ka me dëshirë, ju zgjidhim kontratën e punës, duke bazuar në ato dy nenet famshme. Ti në shpi me pak fjalluar mirë, pse lodhësh, i në shpi s'do punosh me për ne. Jo, të lutem. Dhe mos më nëzef. Të lutem, kjo është... Mos më nëzef se do Po jo, t'jem pra nuk është i shpi, më vjen keq. Po jo, pra, kjo është këput qafën. Ha, thërë se ishe fil për zhile shtasht. Se po prej tjetri. Këput qafën se prej tjetri.
këndon punuar për këtë ditë. grupi folklorik Shoqëron Rilindja. orkestra. Edhe thot, kontratën individuale të punës. Pastaj vazhdon se ka lënë dhe takim. Takimi për diskutuar për këtë çështje do të organizohet në datë 21 tetor, domethënë të hënën, ora 9:30 në zyrën e drejtorit të burime njerëzore. Punëdhënësi thotë Ogerta, në fakt, kjo Ogerta drejtoresha nuk është punëdhënësi, kjo është punëheqësi. Po pra, Kjo është punëdhënës për ata që vjen mbrapa. Një pyetje kam unë. Po patjetër. Vazhdo që Për Ogertën apo për mua? Jo. Ekskluzivisht për ty. Bëj. Ky takimi mos vallë bëhet me idenë që mund t'i ndryshohet mendja, ti ndoshta shkoni lari, e kurosur, kështu dhe ai të shikon më me sy tjetër? Jo. Apo është takim lam të mire? Jo falenderimi. This goodbye is not forever. Goodbye. Po pra, është puna që këti personi jepen letrat në dorë, jepen dhe libreza, i thuhet, tani, të lutem, as kur të kesh infarkt mos hyrë këtu më. As kur ta keshe rrezikën e Të madh. lut. Këto e në trajtimi që i bëhet dy administratave nga dy shtetet të ndryshme demokratike. Është një Obama i cili për 2 javë gjys administratës së vet nuk i dha rrok, e mbylli, por nuk thot në gjithë të letër, nuk i thot amerikanëve për shkak të opozitës, për fajt të bojkotit të saj. Jo. Ja zëki që. Nuk e përmend opozitën në asnjë vend presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Edhe i thot atyre faleminderit për punën dhe nuk do të ndodhë më kjo gjë, i thot amerikanëve, ja premton. Edhe i thot, në radhë parë, thot, jeni të çdo lloj partie, prandaj e diferencojmë, thot, jeni të cilës do partie, thot, fund fare jeni amerikan, administratës. Kurse letra jonë thot, ju jeni disi pak bastard në pikpamje politike, ju nuk keni tesërën tonë që ne t'ju mbajmë, derisa me rregull treshi, derisa të ka marrë ai ti e kundër nesh, punëdhënësi, hajde. Mos jemi pak si popull mazokist, ndoshta na pëlqen edhe kjo politikë që kemi mirë. Na pëlqen si ai gomari që i bie. Jo vallai, unë jam kolonjar, nuk jam mazokist. Jo, që ti je kolonjar. Po pse më po mua? Pse e masivizon popullin? Jemi pak mazokist. Një është nga Skarpari, një pa para gjykim. Një është nga Njëri që ka marrë atë letrën për s'ka reaguar as të gjithë kanë marrë çanta. O motër, kush është, të lutem, kush është nga mazokia? Kush është nga mazokie? Kush është nga mazokia ti dali zot vetes? Flas, Armir, nuk më kuptove. A dhe jemi mazokist, jo më. Për shembull, e morën letrën ata? Për heqjen nga Pjesë është puna. amerikan, urdhë, të Jo, jo, ata me dokument. Kush e mori letrën më? Poshtë aty, mos. Lajti letrën, jo, urdhë. Mirë këtë. Dhe e morën këtë letër? Po. Nuk doli askush. Pse? Se ka punuar për ata që e futën në punë. Normalisht që të marrin çantën dhe ikin se erdhën ata që punuan për tjetrin. Mirë, letrën se s'bëhet mohabet me ty. Rilindje. Rilindja, miq të nderuar, një qytet si Pogradeci. Kemi qenë para një 2 vjetësh e gjysmë Pogradec. Unë kam shumë qef. Unë vdes, po në këtë pjesë që ta shofësh, do thuash në botë se shkelme Pogradec, po nuk do të shkeli me makina tonazhi të rëndë. Unaza Pogradecit si ka qenë para 2 vjetësh e gjysmë, shifeni pak. Kjo rruga këtu të fut në qytetin e Pogradecit, ndërsa rruga nga lart është unaza e Pogradecit që të çon në qytetin e Korçës. Rruga është një mrekulli, do doja që dhe ju ta shikoni. Got no books in my house, got no time for those. No room in my closets, closets full of clothes, garage full of wheels, babe. Bought a house full of boat, the lifestyle ideal, babe. Kjo është unaza e Pogradecit, siç e thash edhe pak më sipër. Ne do ta ndjekim edhe mbasdite për të parë se si është situata. That's what gets my vote. All the villas on the hillsides, gotta have a view to see the villas of the empire. Way back in history, they had slaves for the galleys and the kitchens, gardens and the vines, slaves for the beautiful people. Bring water, food and wine, a slave to tie your bib, another one to carry it. So now dig my crib, dig my chariot, dig my... Sa herë shtruar kjo rrugë? 2 herë. 2 herë. Më shumë po na kushton ujit që lagim rrugën sa Se sa rruga? shpenzojnë ata për këtë rrugë.
çfarë bëhet me këtë rrugë kështu? Kjo është shtruar në vitin 2000 e 2002, dy herë është. Një në 2000-shin, një në 2002-shin. Në 2000-shin u shtrua me asfalt. Asfalt. Dy herë me asfalt. Po si ka mundësi që u bë kështu? Ka atë cilësinë e dur. Nuk e ka cilësinë e dur. Nuk ka futur paret në xhep. And my long black Cadillac coming for to carry me home. Take my crib. Këtë rrugë pas ka zili gjithë bota. Mu shpitona e dinë, fëmijëve tanë se Gjithë bota e ka. Ha? Po është e mrekullueshme. Po, Kaloj makinë çfarë të bëjmë? Na t'jam bëjmë. na shajnë, gjithë një na shajnë. Na bën kështu. Ua. Ku kalojnë këtu? kjo është mrekulli. Po shtruar 2 herë më thanë. 2 herë. 2 herë hajtë se po quajmë 2 herë, mos e shtojmë më shumë. Shumë herë. Më shumë. Më shumë? Më shumë se 2 herë. Më shumë se 2 herë. E po ata që pas kanë shtruar që kanë talenta. Çdo 4 vjet bëj votime të jenë nga kaq ashtu asfalt edhe Asfalt. ekstër. E shikoni këtë? Është mrekulli dhe të duash ta bësh nuk e bën dot. Është duar Flori ose duar art ai që e ka bërë. Në këtë rrugë kanë ndryrë shumë mirë firmat e ndryshme. Po? Sa janë shpenzuar, sa nuk janë shpenzuar, ne nuk e dim. Po. Ne na intereson që kjo rrugë të marrë fund. My long black Cadillac coming for to carry me home. Këtu mbaron unaza e Pogradecit. Për të vajtur në Korç është tabela që të çon andej. Për të futur në qendrën e Pogradecit është tabela që të çon andej. Jo, unë kam hasur të tjera gjëra. Unë kam qenë në Verë isha aty në Pogradec, te Unaz, një Unaz ka. Jo, ka 2. O, s'kishte një grop kështu e vogël, domethënë. Çfarë përvojë ke përjetuar ti në Pogradec këtë verë? Ato furgonat, kështu ishin disa furgonat të mëdhenj, po nuk është se hasa ndonjë gjë kaq të madhe. Këto honet jo, si ke parë? Ja. E cile unas ke kaluar? Një Unas pra ka. A ka një Unas Pogradeci? I martuar i herë është, po mban 2. Një është për këto furgona, e këtu ke kaluar ti që besoj rap dap ta ka po makina dhe këtu besoj. Po gjërat vogla, dhe ke sotokar të nuk ka arritur. Jo, nuk i ndjej shumë të fundjet unë Kjo këtu që thamë ne është unaza e madhe Pogradecit. Është unaza e cila duhet kalojnë kamionët që mos hyjnë në qytet. Tani, me qëllim që polici shkreta njohë pak, i kalojnë edhe këtu ke kjo unaza vogël dhe japin një lek vogël policit. Por, unazën e madhe, deri tani që ka ardhur Rilindja, është si që ka qënë. Po ka ndryshuar ministria tani, nuk marrin më policët lek. Ministria e Transportit? Ta ndikim si është sot unaza, si është përmirësuar, kaloni, ju garantojmë ne esni, se nga to gropa rapadap, shifeni vetë. Jemi rikthyer mbas 2 vjetësh për të parë unazën e Pogradecit, e cila është kjo këtu. Do shikojmë gjendjen e saj, por do shikojmë dhe diçka tjetër interesante, miq. Shikojeni tabelën e cila ndalon automjetet e peshës mbi 3.5 ton, të cilat të kalojnë në qytet. Duhet të kalojnë vetëm tek unaza. Ja ku e pa miq kamionin i cili hyri në Pogradec. Tabela thot, kamionat nuk duhet kalojnë nga i drejtimi, por duhet kalojnë nga ky drejtimi këtej miq, pra duhet marrin unazën. Vazhdojmë të shikojmë unazën e Pogradecit. Gjendja është tej mase degraduar, miq. Ndoshta mund të jetë kjo arsyeja pse kamionët kalojnë në qytet dhe jo tek unaza e Pogradecit. Unaza e Pogradecit, sa kohë ka që është në këtë gjendje? Kjo ka
mbi 13-14 Nuk është punuar asnjëherë tek kjo rrugë të riparohet ose të ndërtohet 3-4 herë dhe me cilësi shumë të dobët. Ne pam dhe diçka interesante që gjithë kamionët, të cilët duhet kalojnë tek kjo rrugë, kalojnë në qytet. Ato do ta prishin qytetin. Domethënë është domosdoshme që të bëhet kjo rrugë të kalojnë qytet. Po sa shqetësim është për ju? Është jo shumë shqetësim, po edhe më shumë shqetësim. Ose u bë kjo rrugë, qyteti i Volgradecit është një qytet turistik. Edhe kjo rrugë e mundon këtë qytet. Ja pra miq, siç e shikoni, kamioni vazhdojnë atë drejtim, ndërkohë që këtej është unaza e Pogradecit. Ky ishte drejtimi i dur, pra kjo ishte rruga të cilën duhet të ndiqte kamioni. Por e pam pak më përpara gjendjen e rrugës dhe kamionat nuk zgjedhin që të kalojnë nga unaza, po kalojnë në mes të qytetit. Mirë, të kërkoj shumë falje, e kam gatruar me librazhdin. Ke kalu ke unaza librazhe, e pra... Ndoshta nuk jam mirë dhe me hartën gjeografike të Shqipërisë, mua më kanë thënë që kam qenë mirë, po me këto unaza, po më bëhet mendja Vërdall, unaz, nuk po kap ku është Pogradeci, librazhe. Nëse sot që ke dhe varfër. Pse varfër? Se me unazat ke qenë, jo, po mbërë mishe këshu. Nuk mja, jo, kisha një treshe. Ndodhi diçka në studio. Shumë katë që... Të rëmbet se Filipi e pat. Atëhere, një hall i vockët, utilitar. Jo publicitet. është komode. Ska uj. Jo unë i kam. Nuk ka uj, babruja. Ngjitur me Tiranën, s'kemi uj, tha, na marrin në telefon. I tha, po prit, po të vej orari. Jo, tha, po kemi një 3 ditë që s'ka uj. Nuk ka uj në babru, po si ndodh? Shkuan dhe gjë e parë, një tufe madhe me njerëz që ankojshin. S'kemi ujë! Mikrofon, ja, nuk flasim ne ta. Nuk flasim. Ata ishin me bidona bosh. Ata që ishin me bidona bosh folën. Po, tjerët nuk folën. Këta që s'kishin as bidona nuk flisnin. Po më falë, nuk e tha dje kryetari i komunës që uji është komoditet? Nuk do flasin për gjëra komoditet, ato do flasin për gjëra utilitare. Kur qeka komoditet mu harrema, pse s'qekan babru? Edhe rinin shifnin, 4 veta, duke që si një grup polifonik dhe ky, me Genci në krye. Edhe Genci flise këta përne. S'kemi uj në babru, Të ndjekim njërë ankeset, me zorë janë zorën, po ta shohim. Jemi në qendër Babru për një ankesë që na ka mbërritur nga banorët e kësaj lagje, mungesën e ujit të pishëm. Ujin e pishëm na vjen një fogon këtu, mushim bidonat me ujë, një bot me ujë, mushim, s'kemi çfarë të bëjmë, edhe për të larë, edhe për të shplarë, s'kemi ku të vemi. Na shpjegoni ku të vemi ne, ku të drejtohemi. Ja, kështu kemi gëll me bidona në përduar. E blini ujin? E blejmë ujin. Sa lek? 200 lek bidonin e blejmë. Qa do bëjmë, do blejmë me atë pension që marim, apo do hama, do blejmë ujti, ma do blejmë uj për të ulara. Qa do bëjmë në të keqe nëna? Ja, kështu jemi ne. Shdo vit kështu është, kia vazi shtu këtë në Babru. Se si është puna në nuk e dim. U bo që shkur, u bo gjithë kohës. Shumë pak në vje uj, shumë 2 javje, mas 2 javë ato të prish. Jeni ankuar? Gjithmonin me nku, si u që kemi përpara, a i s'na pret. A i kryetari komunës që kemi të ndidhje, s'na pret. Ata të usjetësit po nuk në shikojnë fare me sy. Ne me anku jo sot, po ne kemi lagje ose ne kemi ne u bo 3 vjetë. 3 vjetë? Pa piguj. Mojmë deputetin pa 2 javësh, drejtore në visilëzit, herë syna e zonën, herë 2 javë. Këne si ku me piku si ka zonë rakije, jo. Herë, pak i kishim. Të shumë po prapë me 5 ditë, pa pikën e ujë. Çfarë ju thonë? Kush është problemi? Ku qëndron problemi? Të thonë janë për tubacionet, nga i shio matë që ka rapardje. Si mas këtyre. 3 vjetë janë tubacionet e prishur? Kene lagje ose ne kemi lagje ke privatet, ne kemi 3 vjetë. Këtu ndodhemi në një nga banesat e kësaj zone dhe shohim që uji mungon. Ja, bidonat. Shifit dhe bidonat. Na vjene i fatur ka 500.000 lek për të pagu pasi pigu edhe se di që do bëjë. Pam një nga ambientet pikërisht këtu në qendër Babru, mungesën e ujit, ne do të shkojmë tek usjellës kanalizimi në Tiranë për të paraqitur këtë problem.
Viti 2013, s'kemi ujë, jemi bërë për të qarë, duhet me ikur gjenë. Unë kam marrë rrugën direkt për në Amerikë, ose drejtë në Europë. S'kemi as lek, e kjo avaz ka që në vitet 60, që e mbaj mund tunë. Gjithmonë, shqiptari ka thënë, viti 50 të mos ketë kështu, viti 60 mos ketë kështu, të ashtë me, viti 2013 mos kemi ujë, po pse më qa lidhe ka me horoskopin uje? S'ka, vla! Të lutë ma shifak vigjereshë. Uj... Jo të horoskope me që ishim atë. Po të ta kontrollojmë bas emisionit. Se si djetë, dhe në atë moment mund tjetë bërë britsjapi. E pas taj më konë. A të jere të nërruar. Se, qiko, edhe një gjë, ta dini që kjo emision pëse duhet parë. Se jam unë? Se ndryshe nga të tjërët, derit i thuet der, dajës. Der? Normal. Atë ere mi qëtëruar, se e bëra grope bëra këtë, me gjithë se është për gjami. Uj, 2013 në thotë kolega, me shumë të drejtë, nuk ka, po është të repytjen para jush, po lekë që s'kanë 2013. Edhe ta myllë gojën. Se njeri ju për shumë, pa uj edhe mund të lahet. Se thaj, rrje si pikë rakije, tha. Kesh i vaskë madhe, se shto shë kryeministi për ishë përgjesët, do në që jam përgjesë tani. Edhe se nga bre lënç. Ka vaska floriri, tha. Vaska floriri lahet me qumësh. Ti dajtë më bërthe me Po kur s'ke leku, të roftuj. Se s'ke asapun, më shumë shpërndan zhullin, se sa... Ne... Morë mundimin, vajtëm të drejtoria ujësjelse. Aty mësuam një gjë, që ne kemi të drejtë. Edhe banorët për jedhim, po... Të gjithë kemi... Armin, them diçka? Po tjetër. Më faqë që po të ndërpresh. S'ka gjë jebi. E di qa kam pënëre, bjeri ti deri se jam në zyron. Bjeri pak deri. Po, komuna njët me këtë problem dhe kanë shumë të drejtë, po është më ngesë fondesh. Mund të hymë? Po mi pra hyre tani, hyre. Jo. S'kemi minuta. Se ne në ndodhë pikrishu që ne duke rënë derës, vim në thonë, po është da i varianti tjetër, sot në e bjerë me shkri. Edhe ne kemi një roman, sa lufta dhe pacha, po në rastin më sjellës nuk qëndron kështu. Ja, për të qenë transparent. Të sakt, të drejt. Të drejt, të ndershëm. Nuk e di se sa vlen kjo fjalë në kohët tona, po ne e kemi si ves këtë që jemi të ndershëm. Ne vajtëm të ujësjellësi dhe na pritën shumë mirë. Na shpjeguan dhe 1, 2, 3, 4 arsye. Ta ndjekim, 23 që ky për hirës vërtet larg çdo humori shakaje, ka qenë gjithmonë profesionist, është në krye detyrës, i gatshëm për të bërë dhe punën edhe përgjigjen. Zoti Ferdinand Petrela. Ankesa e banorëve është e drejtë, qëndron që nga data 16 me rënën e shirave intensiv, të 3 burimet e buvillës vjetër, me cilët furnizohet e Babroj dhe zonën deri tek 3700, ishte e ushtarake, kanë dalë jashtë punën, janë nxjerrë jashtë kaptazhet për shkak të turbullincës së madhe. Para në rreshje, nëse rreshje nuk do bëhet, situata mund normalizohet për rreth një javë. Brenda kësaj jave ç'a bëjmë ne, siç bëmë dhe para periudhën e pashme. Furnizojmë shkollat dhe qendrën e Babrojt Pallate dhe kemi furnizuar me autobot. Sepse nuk e përballon kuota që ne i japim mbrapsht linjave nga depo e Kinostudios. Dhe me depon e Kinostudios ne përballojmë zonën te Mysymketa, një pjesë të Babrojt, lagja Preng dhe lagja Korçarve dhe zonën 3700-s. Ju si ujësjellës kanalizime Tiranë, keni mundësuar le të themi furnizimin me mënyrë alternative të banorëve të kësaj zonës me bote? Ne do rifillojmë furnizimin me bote të pikave kryesore, që janë pallatet dhe shkollat, kopshtet, qervet janë aty. Janë objekte social-kulturale dhe mos pengojmë, domethënë, mos bllokojmë jetën në kopshtet, qervet dhe shkollat. Deri në këto momente që flasin, kanë qenë prezent botet në këto lagje në këto shkolla? Botet do rifillojnë sot. Do rifillojnë sot. Ashtu si që tha edhe Armieri, një njeri profesionist që të faktën... Jo, vërtet, foli vetë kronika që është e vërteta. Armieri ishte akua in boca se shtonë italianët. Edhe që nga dha të faktën një përgjigje. Unë e di pse jam e lumëtër. Sepse në një javë, as një javë, jo alarm që kam unë të ndesë sirena, po qik më vonë. Thashtë që punon të alarme dhe që... Po mirë, ajo është tjetër gjë. E para që punoj me ty. Sepse marrë diçka të mirë. Po t'i bjerë sirenës, moj! Dhe dyta është që punoj për zgjidhur hallet e njerëzve. Edhe duke qeshur, se ironia është
edhe për ta dramatizuar pak. Tani pasi folëm këtë, kalojmë me njëra, apo si ishte kështu teksti? Po kalojmë, s'ka problem. Historia është që çfarë duhej? Këta nuk I dëgjonte njëri në komunë, për arsye se kjo komunë, Babroj, është shumë afër me Kamzën. Dhe këta shkonin ankoheshin kryetarit komunës nuk kemi ujë. Ndërkohë që në njësinë bashkiake të Kamzës, kryetari ankoheshi qeverisë thoshte kemi shumë ujë, so përmbyt Kamza. E lagu se lagu ishte ideja, këta nuk e lagin fare. Muhabet lagje. Shkuam ne, vend që të shkonin ata. Ne na dëgjuan. Ishte ky muhabeti që me shumë drejtë të kolegja. Një Tiranë derës ne, ç'bëm ne? Po veza kolombiane. Domethënë Kolombit. Vajtën I thamë, po botit qoni, u I qojnë, tha, edhe qonë botit. Për këtë arsye, populli na falenderon. Ta ndjekim. Pas ankesës të banorëve në qendër të Babrus, përsa I përket mungesës së ujit, ne shkuam u ankuam në drejtorinë e ujësjellësit të përgjithshëm, folëm me nën drejtorin Ferdinand Petrelën dhe ai na premtoi që do të gjende një formë alternative për të mos I munguar uji banorëve të kësaj lagje. Ja ku shohim në këto momente edhe botin e mbëritur për të furnizuar banorët e kësaj lagje me ujë. Uji më në fund mbëriti. Bravo I qoftë juve, që ju e bot mundimin edhe u mundut, nuk më shkon të meni se do boni këtë punë. Bravo I qoftë, Zoti ju një moftë edhe me gjithë ne inshallah pa që fat një jetë. Më në fund, zgjidhje. Do me leje pa që fat ne që... Si me magji, tak fak. Jo vërtet u emocionova dhe u preka shumë që ju zgjidh. Ishte më shumë tak, në kupton? Se u zgjidh shumë shpejt. Tani kam deri, mishë nderuar, në 3 vjetë në këtë emision, gjithmoni I ka rënë kolegja, që edhe sot nuk bëjë për Istradizm. Lutem biri Sirenës. Një sekund. E gjete, mos të sërkorenti. E kam gjetur, po marë frim pak thellë, se kam nga gëzim. Biri! Ta mbyllim tani, ta mbyllim. Po e mbyllim. Mirë, zgjidhjet të tjera të ketë për çdo lloj problemi, publicitet. Ja ku rikthyen sërish në fakt këto minuta sikur na largojnë pak Armir, po nuk largojnë ata që na ndjekin. Çfarë thotë ti? Gjithë të ngurt. Ta thash atë të cateringut live. Jo, për s'ka që, I përket një emisioni tjetër. Jo për që, po se njifri personin për cilin do të thojnë të klasë të ja. Ky më mban me dallaveri gjatë kohës që jepen këto publicitetet, këto gjëra. Të mos I teni të gjitha se... E po rrugë gjatë, që ose ki... Të më kujtu ki kërcenimi që po të bëja unë. Thuaja. Një personazh shumë I njohur në Barceletët italiane, Toto. Merë të shkruaj për Krishtlindje. Merë të shkruaj një letër Krishtit. I thot I dashur Jezu Krisht, të lutem thot, në qoftë se ti më jep bicikletën për vitin e ri thot, unë thot 1 muaj do të bëjmë djalë I mirë. Pa atë 1 muaj. Për vit, shkruaj edhe herë. I dashur Jezu Krisht, në qoftë se ti më jep bicikletën më për Krishtlindje, 1 javë nuk do bëj asnjë gabim. Ndaloj atje, 1 duhet çuar, tak. Shkoj aty se ki parasysh për Krishtlindje, ka dhe njerëz që nuk janë krishterë dhe nuk e njohin. Bëhet një si sken këtu lindja Krishtit. Një të marrë Shënmërin. Të Betlemi. Ashtu, mori Shënmërin, unë gjitë sipër në dhomë vetë, e fsheu poshtë jastiku dhe shkujti. Krisht, po deshe me pa mamën prapë bjerë bicikletën. Me Marien e Shu edhe kjo ma beti jo. Dalim në një episod tjetër, që nuk I përket
këtij emisioni. Domethënë ajo që tham, po ishte thjesht muhabet kërcënimi se po tregon çfarë ndodh publicitet. Po mo nuk më leverdis. Jo. As ju. Se na vjen një letër pa falënderim pastaj. Dil për zhilesh jashtë. Po si pas ke bërë atlet. Ska që është kështu për syrin e keq. O vëllezër, edhe motra. Po të kishe qenë kolegja tjetër, do të ishte shok dhe shoqe. Po i mori me vete, të gjitha gjunahet. Ua! Ju! O fukarej të dashur. Pse themi o fukarej të dashur? Pse hallet gjithmonë fukaraj ka paguar në Shqipëri. Pjesa tjetër me pak lubrifikant ja del. Ju që ju shkon në kock direkt nuk rëshket, miq të nderuar. Ditë pas dite nga të 4 anët e Shqipërisë na vijnë shifra të çuditshme. Domethënë, emruesi i përbashkët është nuk kemi marr lekët e asistencës apo invaliditetit. Dikush thot 4 muaj, 6, 2. Pyetëm këtu në kryeqytet, se thamë në përreth edhe mund të hiperbolizohet pak. Pyetëm kryeqytet dhe ta dëgjojmë si problem si ekziston. Në njësim bashkjake tonën, në muajin gusht nuk është pagu pa invaliditeti, afër 800 veta që morin pa invaliditet në shumat 3.300 lek, u vonuan për shkak të fondeve që mungesa fondeve është ndiqur në muajin gusht të vitit 2013. Dhe këto invaliditet i pagova në muajin shtator të vitit 2013. Në korrik të vitit 2013, me shkresën numër 360 datë 19/7/2013 të Ministrisë Punës, erdhi kërkesa për fondet për 5 mujorin e vitit 2013. Nga ana jonë u bë përllogaritja fondeve dhe kërkuam në total 45 milion lek fonde për të përmbushur detyrimet e muajit gusht dhjetor 2013. Me shkresën numër 549 datë 19/9/2013, Ministria e Punës na akordoi një fond prej 5 milion lekësh, nga 45 milion që kërkova unë, më akordon vetëm një fond prej 5 milion lekësh. Në këtë moment nisi shkresën e dytë, dhe shkresën e dytë e nisi me datën 16/9/2013. Aktualisht në njësinë time sot mungojnë 10 milion lek fonde të pashpërndara për tetraplegjikët, paraplegjikët, pa aftësinë dhe invaliditetin. Një pjesë të fondeve që ngelen, rreth 2 milion lek që ngelen, shpërndan vetëm verbërinë, se kjo shumë i përkiste vetëm shumës së verbërisë. Komuniku me shërbimin social shtetëror dhe nga natyre më tha që kaq fonde kishim dhe kaq ju dham për muajin shtator 2013. Sot prap kam komunikuar me Ministrinë e Punës, me drejtorinë e buxhetit dhe nga natyre tha që po bisedojmë të dy ministrit për të qelur fondet e muajit shtator. Vonesa gjithmonë në shkaktuar nga Ministria e Punës. Le të themi që ka të bëjë me një lloj planifikimi kjo, ndoshta nuk është bërë një planifikim i mirë. Në fillim të vitit buxhetor, kur bëjmë planifikimin për fondet që na kërkon nga ana e grantit që na kërkohet nga Ministria e Punës, çdo fund viti ne bëjmë programin për vitin 2013. Dhe ne planifikojmë shumën totale. Për mua deri në këtë kohë nuk është marrë asnjëherë parasysh marrja së shume. Ne kemi pas probleme dhe vitin që kaloi kemi pas probleme që nuk kemi paguar pa aftësinë që nga nëntori dhe ka kaluar për muajin janar 2013-s. Nëntori i vitit 2012 është paguar në janar të 2013-s. Sa fillon shtatori kemi gjithmonë probleme me këto lloj pagesash. Me këto lloj pagesash nuk kemi pas probleme në kohën kur na jepi fondi vjetor dhe që në fillim jepi fondi vjetor dhe jo me limite mujore. Ka 2 vjet që shfaqen me limite mujore dhe fondet nuk janë dhënë vjetore për pa aftësinë, invaliditetin në moment që e planifikoi dhe bën kërkesën që në fillim vitit për shtesën ose paksimin dhe këto qeli bën më njëherë në thesar me limite mujore dhe që ku fillon limitet mujore ose 3 mujore u shfaqen këto pengesa. Në këtë moment sot janë të papaguar tetraplegjikët e shtatorit, paraplegjikët e shtatorit, pa aftësia dhe invalidët e punës. Ku totali i tyre kap 1200 veta. Parsisht tam ishte njësia numër 7 ishim këtu në qendër. Po. Data 4 tetor, sa sot e 18, 2 javë më parë ishte ky problem, pushteti vendor ishte i updetuar, i orientuar. Ju do thoni që prit mos ishin ditët e para, 3 javë sa... Nga goja ma more. Po në ta kthej prapë, po desh vërdo. Ju e mbaje ti se 3 ditët e para... 3 ditët e para... 3 javët e para... Se bëri reakcion ke goja. Po na marrim sysh ne sot. 3 javët e para miq nderuar, po ja falim kësaj qeverisë. E lam të punoj, siç ka qenë moto. Pa lërin i qeverinë të punoj. E lam të punoj, mi po çdo ti e ka marr punën me zell kjo qeveri. Dhe
nuk është e punës, se deshtash Ministria e punës. Ministria thjesht e mirëqenies dhe sporteve. E çështjeve sociale. Jo, është sporte dhe rinisë. Jo, mirëqenie dhe rini. Sa të mësohemi, po di që është Ministria e mirëqenies dhe bollokut. Kjo ministri çka ka bërë? Ka filluar një investigim. Po, ka filluar një hetim për fondet e asistencë, invalid, do me thënë ke peu këputur. Mirë që s'po e ngjit, po e bën dhe teshka, po e këput fije, e po e bën, do me thënë, nuk ka ku e zë më qeni. Punim rokoko. Rikoshet. Rokoko. është punim, ore. Po mi më dakord. Sot, vajtëm dhe u interesuam të këto njësit. Qëtëm halexhin që rinin prisin. Lek për kafe nuk kanë. Nerva për sherrë në shtëpi nuk kanë, se po shkojnë në shtëpi të filloj bashkëshorti ose bashkëshortja. Po pse drejtohesh nga unë sa është të sherrë? Bashkëshorti ose bashkëshortja. Do filloj. S'kemi lek, zëvele. Ik puno. Ço do bësh trish atje? Inshallah shef në furgon që duket sikur është me lek. S'ka lek. Nga gjithë Shqipëria. Po, tham dhe njerë, jemi përqendruar këtu në qendër, se kush vete për shembull derin na ka qelluar. Kemi vajtur deri në Korç, ka thënë personi interesuar. Po e për shtalu. 4 orë vajti, 4 orë ardhi, 8. Kur denonconi, dilni. Bën vetëm karburanti, bën sa 2 muaj asistencë. Nëse. Këtu në qendër. Halexhin, ndiqini. Unë atë qako, tani mbeta ba punë, s'ka 4-5 ba punë, që shë. Dhe merë asistencë? Bra, vjetë ka bërë këtyre, hera, e verifikuan që nga kjo hardu, je i vetë, nga ku jetoj, më të dhe, më nga të, ka që kemi ndohë të akrote e bashkisa, kur majnë pushtet e nërëta, mund të ndimojmë shumë. Me atë 25 milje po kësem, të motra më flak, po, më vjen kej, mua më vjen zorë. Ju jeni sa vjeç? 64 gjysëm, të në marë në mas për pensionin. Më dha par dje, tani unë nuk jam falim dje, më dha 2 kile mirë, edhe 2 kanache, par dje se bra laf me këta, 2 kile mirë. Jo dha bashkia? E bashkia. Kush nga bashkia ju dha? Ajo, sekretare bashkia të shka e 2 kile mirë, edhe 2 kanache me pije. Unë përse për a jeton njëri, pa nga se mban motra. Me keqe, do mas, apo jo? Vetëm 100.000 lekë marrë vetëm. Po i keni marrë këto muaj? Jo, këto shio, këto jo këto. Po ju këtë pagesë merrni si asistent, si invalid, çfarë jeni? Jam i shmë e uana të katarant, vojnë stomanë, zore trashe në abete, në kokën atë. Jeni invalid? Ja, invalid. Ja, ka me këtu këte që më kalquar, edhe komunja këtu që më kalquar. Vërtetime të cilit vërtetojmë se zoti Myzafer Lato është banor i njësisë nr. 6, në një shtëpi private, thot, familja e tij është në gjendje të vështirë social-ekonomike, ka probleme mendore, së bashku me bashkëshorten dhe 2 fëmijët, dhe njëri prej tyre është me aftësi të kufizuara. Ka që nga qershori s'kena marrë për kraje sociale. Po vim tu në zyrën e bashkisë, jo s'ka lek thesarje, banka e shtetit, ku ta diun, këna nej, shkojmë atje, ku ta diun çfarë do bëhet kjo halli i kësaj. Sa lek në muaj merrni? 53.000 lek, 5 veta. 3 fëmijë dhe unë me nusin. Pa punësi, kena qenë refugjat jashtë. Ka një vit në Shqipëri, një vit e gjysë pa punë, as punë, as asgjë, shkojnë në përzirat e punës, se si do ve halli, si do bëhet kjo punë, nuk e di unë. Në krye të 2 ditë, vi këtu, po interesojmë, po qa do të bëhe dhe mini bashkia? Deri sot e kishte djatha, ne ishim të majtë këtu. Tani u vunë pushtet, ka 1 muaj akoma, s'kanë fillu, akoma tamam punë, ku ta di unë, qa të bëjnë edhe këto. Se dhe këta duhet veprojnë pak më shpejt? Nga asnjë lloj qeverie nuk është përkrahur për shembull shtresa e varfër. Kemi shpresa nga kjo qeveri që të na përkrahë, siç na kanë dhënë premtimet, se besojmë, ta provojmë edhe këtë, edhe masë ne ma s'ka. Unë për veten time që kam jetu jashtë, po s'bojnë edhe këto gjëma, shqiptari duhet i presh shpresat për çdo gjë, se s'ka ma politikan shqiptar që të bëj për këtë popull. Vdes për këtë shprehje, ta provojmë një herë. Njësia 6 kombinat. Nuk ka rëndësi ku është, më duket. Kombinat. Po jo, e di pse me këtë ta provojmë një herë. Po. Kam patur një shok e quhenin Astrid. Provoj një herë një gjë dhe sot quhet Vera. Po. Ky shoku im. Kështu që shqiptarët thotë ta provojmë. Provojeni miq nderuar. Çështja është që asistencë, invaliditet, po me çfarë rroj këta njerëz? Plus që invalidët kanë, ose persona me aftësi të kufizuar, kanë edhe një hall shumë të madh, që përveç bukës gojës, duan dhe një shërbim, duan dhe një pajisje,
Si i bëhet? Po të shketi orë ata duan të aprovojnë ky gërthet, ka një Jo, gërthet. kishte asistent kishte ardhur nga e shtetit. Tja ka për koka. Se më mirin dhe merrte një asistent në Gjermani, që është më mirë se Roka. Nëse ka qenë në Gjermani, ja. Po mirë, mua më pëlqen them që ka qenë në Gjermani, çka keti? Po ti je këtu për të gjykuar shtetet e tjera? Jo, jam për të thënë që ne kemi hyrë në Europë si gjithë tjerët. Kandidat, po. Për shembull, kur hye kandidat partie, do punohet sa vite minier, pastaj të merren në parti, edhe ne jemi kandidat. E di se më duket mua si kemi hyrë në Europë si 8 persona plus. Jemi shumë alt. Megjithatë, s'ka problem, shpresoj të se fondë. S'ka gjë. Do filloj minusi i parë, minusi i dytë, një do hyn në Europë në ne. Atëre. Vajtëm tek njësia numër 6. Tek njësia numër 6, neve pyetëm, ç'bëhet me këto asistencat? Na thanë. Fukarallik, ta ndjekim. Shqetësimi i banorëve se komuniteti është i vërtet. Këtu ka prej 3 muajsh që nuk jepet ndihmë ekonomike, nga muaj korrik, gusht, edhe shtatori që është gati, ndërsa kategoritë të tjera, tetraplegjik, paraplegjik, të verbër, kanë 2 muaj. Kjo thuhet për mungesë fondesh. Me sa dim, në Tiranë janë vetëm 3 njësi bashkiake. Njëra është njësia 7, se ne kemi qenë pak komo para. Njësi bashkiake, 7, 5 dhe 6. Njësi të majta në fakt. Të 3 këto njësi janë të majta dhe në shkon mendja që diçka ka qenë politike për mos rakordimin e fondeve të këtyre njësive. Në është konfirmuar që nga java tjetër, në përmjet ministrit të ri Veliej, që do të kalojnë fondet o të martën, o të mërkur. Është madh le të themi borxhi ndaj këtyre grupeve që nuk është paguar? Por rreth 20 milion lek të reja në muaj. Ndihma ekonomike varion nga struktura e familjes. Dhe ajo varion nga 26.000 lek të vjetra deri në 80.000 lek është tavani. Po këta këtë morën pushtetin se pisa, 6, 7 si njësi bashkjake që janë të sëmajtës? Po vua ka në shumë. Mos do shta me pëtën kanë qenë më mirë. Jo, puna është që këta janë të majtë, ama kryetari bashkisë është i djatë. Po këshilli sot ka dali majtë. është një problem sa të regulohen krahët. Qëndra nuk po i gjendet, në duket. Jo, qëndra djetë ku është, puna është që së asnjë në boshtë. Kam një dëshirë shumë të madhe t'ju them ja 2 gjëra, sepse si të gjithë kemi edhe në Facebook. Edhe në Facebookun tonë, unë ju kam ftuar të thoni batutat, mendimet më të goditura, cilat me shumë kënaqësi do t'i lexojmë këtë emision, dhe një nga këto është, s'pa e them me emrin zotërisë se s'm ka autorizuar. Gjatë kohës fushatës për zgjedhjet e 23 qershorit, po bëj nami me ato parat 50.000 lekë, thotë që ndante një forcë politike. Kësaj s'pa e themi emrin, se edhe kjo s'ta ka autorizuar. E bukur ishte thotë se ato para u jepeshin romëve. Kam shënuar emrin sikur isha rom, thotë. Se para e s'kan gjyrë. Kjo është imja. E ka marrë 50.000 lekë që thotë për të votuar, Po që bëra? U thash atyre shtëpisë, që thonë ju, shkuam një 3 ditë në plazh, se harova, jemi me lëshëkan, thotë. Mirë, është dhe nderuar i qasim, kjo më autorizon, po s'pe them mbi emrin, edhe kjo është largë. Përshëndetje nderuar Armir, thotë. Edhe tjera proplematikat, dhe fundi më pëlqen se thotë, në parlament thotë, kanë ardhur për opozitën, kanë ardhur të bëjnë opozitë, do të 3-4 vjet turist. Po, vërtet. Thotë ai. Por mua, le ta shijoj, faleminderit, jeta një herë të vjen, edhe ardhte bukur. Amin. Atëherë, ishim tek ndihma sociale, nuk po flisim ke këto rangje, ti je deputet, për shembull, mund t'jesh vërtet me aftësi të kufizuar, sidomos nga këtë e sipër. Po, s'to gjë njëri, paguesh. Këta tjerë që kanë hall nuk lëvizin, këtyre i vonohet. Po e dinim pse i vonohet, se ky ishte thelbi gjithë këtij materiali, që ta kuptoni dhe ju, o hallexhin të nderuar. Erdhi vërtet ajo që shpresuat kaq kohë. Erdhi. Do ta provoni? Të provuar, të paktën i 4 vjeç. Mund ta provoni edhe 8. Se ne duam provën me rregull treshi. Ne duam me rregull treshi, po edhe 8 ashtu është. Që themi ne i boni 800? Si limit. Mund ta provoni, por si fillim është kështu. Ky shtet po heton. Ka rregullin e vet. Sa të mbaroj hetimi, juve mblidhni lëpjet. Po s'po hetoj gjë sa i thash. Po hetohet. Mirë, që ka filluar praktikisht po. Po si koncept janë hetim. E tha i nderuari ministër,
Patëm e verifikum në thanë sot po hetojmë, ndërkohë që këta të hetuarit thonë s'tim gjëne. Ndiqeni. Është abuzuar jashtëzakonisht gjatë fushatës me fondin e paaftësisë. Ka që të them dhe ajo që ka ndodhur është një masakër financiar. Kam kërkuar që të bëhet një audit imediat dhe ata që janë fajtorë për këto abuzime dhe njerëz që janë shndoshe mirë, por që abuzojnë me procese të tilla, do të ketë procese ligjore. Ne kemi ardhur edhe pranë Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë. Kemi patur një kontakt me burime zyrtare, të cilat na kanë konfirmuar faktin se është ende nën hetim çështja e abuzimit me këto fonde. Pritet që javën e ardhshme, edhe pse realisht janë konstatuar shkelje të rënda, përsa i përket këtij hetimi, pritet që javën e ardhshme vetë kjo ministri të dalë në një deklaratë zyrtare. Për momenti nuk ka asnjë lloj komenti, por brenda këtij institucioni kemi mësuar se tashmë ka nisur edhe një bashkërëndim i punës të Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë me Ministrinë e Financave për ta zgjidhur sa më shpejt këtë problem. Kemi dëgjuar nëpërmjet mediave, qoftë shkuara, qoftë atyre zgjidhja që domethënë një sasi jo e pakët fondesh që kanë qenë në Ministrinë Ministrinë e Punës dhe Çështjeve Sociale dhe sot Ministria e Mirëqenies, që ka pas shpërdorime të këtyre fondeve, edhe me sa dim, po i nënshtrohen një hetimi se ku kanë përfunduar këto. Këtu ka ardhur një grup inspektimi deri në Ministrinë e Punës? Jo, deri tani këtu s'ka ardhur asnjë grup inspektimi. Mendoni se është normale që teksa zgjat inspektimit të rinj njerëzit këto grupe pa lek? Nuk është as pak normale, sepse njësia 6, domethënë mund të them me plot gojën që ka një shkallë papunësie aq të lartë sa e kalon edhe 30%. 30%. Jo, e di sa pëlqen një batut po the. Mirë. Atëherë më pëlqen emri i ministrisë. Dikur kur s'kishte punë që është e Ministria e Punës. Tani e Mirëqenies. Po pra, ja kanë gjetur më adaptar mirë. Po e gjeta më, urdhë. Ai që bëri përshtypje është kur tha nga 20.000 të vjetra tha në 80.000 tha që është tavani. Domethënë ishte maksimumi. Me atë lloj tavani unë heci kështu. Atë po mendoja edhe unë si ecë si kruse. Atëherë, qellon nganjëherë kur trajtojmë tema të tilla delikate, ndonjë njeri sensibil më vesh, thotë po pse qesni talleni? Nuk tallemi me ju, përkundrazi, por ju është dimshuria maksimale, jo se jeni për mëshirë, por tallemi dhe qeshim me këta që tallen dhe qeshin me ju. Për arsyen e thjeshtë, mund t'i bëjnë hetimet edhe duke kontrolluar financat dhe duke dhënë para. Nuk do të thotë që duhet të ngri leku. Leku mund të kontrolluar dhe pastaj merren tak futen burg, ose pushohen, ose falenderohen ata që kanë bërë punë tek Ministria e Punës. Gjithmonë. Për një periudhë të gjatë kohe. Ne këto deshëm ndaj me ju për sonte. Në bëritur në fund? Urdo? Mirë s'ka gjë se një kështu e shtypa unë. Nesër të bëj 2? Po, dua 2 zgjidhje, jo, nesër kemi një përmbledhje. Përmbledhje, s'ka gjë e shtypje, më gjemi se be për këtë. Faleminderit të dashur miq që qëndruat në shoqërinë e Alarmit, së bashku me Armierin edhe me mua Dajanën, sigurisht kemi mënyra kontakti, jemi me SMS në 069 40 00031, gjithashtu nëpërmjet emailit alarm@oraviznews.com, edhe tek rruga Ishki në studio Aleksandr Mojsiu, ku mund të paraqiteni vetë, mos harroni ritransmetimin në Channel 1 në orën 25 minuta, gjithashtu sërish nesër së bashku në orën 21. Kalofshi mirë. Natë të mirë, faleminderit.